rreziqeve ndaj trashëgimisë kulturore në Shqipëri dhe Ballkanin Jug Perëndimor. Programin e keni. Atëherë fillojmë sipas pikave të programit. S'pari ka mund fjalën për të hapur programin. I nderuar kryetari i seksionit të shkencave shoqërore i Akademisë së Shkencave, akademik Zim Hoxha, i nderuar rektori i Universitetit Epoka, profesor Ahmet Ostas, të nderuar kolegë akademik, profesor, kërkues shkencor, studentë të ftuar. Ju falenderoj për pjesëmarrjen në aktivitetin e sotëm shkencor mbi vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve ndaj trashëgimisë kulturore në Shqipëri dhe Ballkanin Jug Perëndimor. Të organizuar nga Njësia e Kërkimore e Gjeoshkencave dhe Inxhinierisë, pranë Akademisë së Shkencave, forum shkencor fryt i bashkëpunimit i grupit kërkimor shkencor, inxhinieria strukturore dhe e tërmeteve brenda Njësisë së Gjeoshkencave dhe Gjeoinxhinierive, me drejtues grupi profesor Hysen Biglin, në kooperim të ngushtë me Departamentin e Inxhinierisë së Ndërtimit Universiteti Epoka, si dhe pjesëmarrje pranë të disa grupeve kërkimore pranë Akademisë së Shkencave dhe të institucioneve dhe njësive kërkimore shkencore të kësaj fushë në vendin tonë, por edhe në Kosovë dhe Maqedoni. Falenderojmë kooperimin e ngushtë me Universitetin e Prishtinës, Universitetin Isa Buletini Mitrovic dhe me Institutin e Inxhinierisë Tërmeteve dhe Sismologjisë Inxhinierike në Shkup IZIS. Grupi kërkimor Inxhinieria e Tërmeteve me drejtues profesor Hysen Biglin, që inicioi këtë forum shkencor brenda një viti, ka aplikuar në disa projekte shkencore dhe ka fituar 3 prej tyre në Akademinë e Shkencave dhe në AKSH dhe është në fazë aplikimi edhe të 2 projekteve të tjera. Realizimi i studimeve të tilla specifike dhe me nivel të lartë janë arritur në saj divisioni dhe hapjes së madhe që Asambleja Kryesia dhe Kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjinushi, po i japin kërkimit shkencor nëpërmjet bashkëpunimit të gjerë me institutet kërkimore dhe njësitë kërkimore në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe më gjerë. Trashëgimia kulturore është një nga aspektet më të rëndësishme të shoqërive moderne, pasi mbart vlerat shumta sociale dhe historike. Forumi do të fokusohet konkretisht në dokumentimin, restaurimin dhe ruajtjen e dokumentave të trashëgimisë kulturore, përgatitjen dhe vlerësimin e riskut. Kjo qasje mund të ndihmojë në mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe në rajonin e Ballkanit Jug Perëndimor, duke garantuar që brezat e ardhshëm të njohin historinë dhe identitetin e tyre. Ballkani Jug Perëndimor përfaqëson një pasuri të jashtëzakonshme të trashëgimisë kulturore. Disa aspekte kyçe që bëjnë këtë trashëgimi kaq të çmuar, artefaktet e lashta flasin për historinë e pasur të vendeve dhe lidhen me identitetin kombëtar. Strukturat monumentale, duke reflektuar ndikimet e civilizimeve të ndryshme, qytet e muze si Berati, Gjirokastra në Shqipëri, Prizreni në Kosovë, Shkupi në Maqedoni e Veriut e bëjnë që të kemi tërheqjen e vëmendjeve për vlerat e tyre kulturore. Iniciativat për të menaxhuar rrezikshmërinë ndaj fatkeqësive është një hap i rëndësishëm për të siguruar që këto thesare të vazhdojnë të mbijetojnë dhe të ruhen nga brezat e ardhshëm. Ne kemi të freskët dëmtimet e objekteve të trashëgimisë kulturore nga tërmeti i Durrësit i 26 nëntorit 2019, të cilat ishin vërtet të rënda dhe prekën shumë objekte të trashëgimisë kulturore. Këto dëme jo vetëm që e ulën vlerën historike të tyre objekteve, por gjithashtu krijuan një ndjenjë humbjeje për komunitetin dhe kulturën lokale. Disa ngjarje në jetë vinë si bekim dhe disa si mësim. Ne tashëm kemi këtë mësim nga ngjarja 26 nëntorit 2019, se sa të brishta mund të jenë këto struktura trashëgimisë kulturore, por unë do të theksoja më tej edhe të trashëgimisë natyrore, se sa e rëndësishme është të ndërmarrim masa parandaluese për minimizimin e dëmeve të mundshme nga këto rreziqe natyrore. Monumentet e kulturës, kryesisht në Durrës, Tiranë, Krujë, kanë mësuar dëme dhe jo të vogla, dhe nuk ishin të një rëndësie periferike, por ishin monumente kulture me simbolika të forta për të gjithë, për kulturën, për historinë dhe për identitetin tonë. U evidentuan rreth 50 objekte të tilla të cilat patën nevojë për ndërhyrje me kontribut fal edhe buxhetit të shtetit, i cili nuk u step
në asnjë moment dhe vendos identitetit ton kulturor në një plan, një lloj mes strehimin dhe arsimin. Kjo është një qasje e rëndësishme, pasi monumentet kulturore jo vetëm që kontribuojnë trashëgimin ton historike, por ato luajnë një rol të rëndësishëm në turizëm, në zhvillimin ekonomik, gjithashtu veprat e trashëgimisë kulturore mbartin gjurmë që tregojnë për ngjarje të hershme, domethënëse sismike dhe gjeologjike dhe njerëzore, duke ndihmuar shkencëtarët të kuptojnë më mirë dinamikën dhe frekuencën e tërmeteve, e dukurive gjeologjike dhe aktivitetit njerëzor të kaluar. Çdo përpjekje për të mbrojtur këto pasuri kulturore është një hap drejt ruajtjes së identitetit ton për brezat e ardhshëm. Me këto studime, Akademia synon që këto monumente të dokumentohen më së miri, të vlerësohet risku i tyre të rinovohen dhe të marrin shërbimet të cilat do t'i shërbejnë mbi të gjitha të rinjve për të mësuar historinë e vendit tyre. Prandaj duhet të ecim me hapa më të mirë në të ardhmen për dokumentacionin dhe për sigurinë e objekteve të trashëgimisë kulturore. Ju falenderoj të gjithëve. Atëherë, sipas programit, fjalën e ka kryetari i seksionit të shkencave shoqërore në Akademinë e Shkencave, akademik Gzim Hoxha, i cili do të bëjë përshëndetje në emër të kryesisë së akademisë. Mirëdita gjithëve. Duke e vlerësuar këtë aktivitet në mënyrën më maksimale, kryetari i Akademisë Shkencave, akademik Skënder Gjinushi, kishte planifikuar që këtë fjalë përshëndetje që po ama unë, ta mbante ai direkt, duke i dhënë thash vlerësim maksimal këtij aktiviteti, i cili nuk humbet edhe pse ai nuk është këtu. Më adresoj mua që të përshëndes në emrin e kryesisë së Akademisë Shkencave, jo vetëm me atributin tim si kryetari i seksionit shkencave shoqërore arkeologjike, por edhe me atributin tim profesional. Unë jam arkeolog dhe trashëgimin arkeologjike dhe arkitektonike i kam pjesë të profesionit tim që prej më se 40 vjetësh. Kështu që besoj se është gjetja e duhur, vendi i duhur që të përshëndes për këtë aktivitet shumë të rëndësishëm. Është një privilegj edhe përgjegjësi që ne bashkohemi sot për të diskutuar një temë kaq të rëndësishme për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Këto struktura historike dhe monumentale nuk janë thjesht një mbetje të shkuarës. Ato janë natyrisht thesare kulturore që përfaqësojnë historinë, identitetin dhe qëndrueshmërinë. Ndërsa kanë kaluar shumë prova të kohës, shumë prej këtyre objekteve kanë pësuar dëmtime si pasojë e forcave natyrore apo i ndikimit njerëzor. Është detyra jonë e përbashkët që t'i restaurojmë, t'i ruajmë, t'i konservojmë, t'i forcojmë e t'i promovojmë këta pasuri të paçmueshme për t'u lënë natyrisht trashëgim brezave që vijnë. Ky forum është organizuar me kujdes për të shërbyer si një platformë për udhëzimin e studimeve shkencore dhe teknike lidhur me trashëgimin kulturore. Diskutimet që do bëhen në këtë aktivitet sigurisht që do të përqendrohen në përzgjedhjen e materialeve të duhura për forcimin dhe restaurimin, për ruajtjen e integritetit të këtyre strukturave, për theksimin e praktikave më të mira në projektim dhe në mikqyrjen teknike, sidomos të trashëgimisë kulturore që ka të bëjë me arkitekturën dhe ndërtimin. Duke bashkuar akademik, ekspert shquar, synohet që të ofrojmë gjithnjë më tepër një uri praktike dhe zgjidhje inovative që do të përfitojnë nga institucionet publike dhe do të kontribuojnë vazhdimisht ndjeshëm në misionin tonë të përbashkët, që është sigurisht ruajtja e përhershme e kësaj trashëgimie të vyer me rëndësi kombëtare, por njëkohësisht edhe ndërkombëtare, kur në tematik parashikohet që jo vetëm territori shqiptar, po e gjithë Ballkani jugperëndimor.
Në emër të Komitetit Organizativ, mund të shpreh mirënjohje ndaj akademik Rapo Armenit dhe profesor Hyssein Bilgin nga Departamenti i Inxhinierisë Civile në Universitetin Epoka. Kjo mirënjohje vjen për përpjekjet e tyre të vëra në realizimin e këtij eventi për të gjithë, sigurisht një mirënjohje për të gjithë ata që janë angazhuar me kontribute në këtë aktivitet shumë të rëndësishëm dhe natyrisht është rasti t'ju falenderojmë për nderin që i bëni akademisë, nderin që i bëni kërkimit shkencor me praninë tuaj dhe për ndarjen e mendimeve që kanë të bëjnë me ekspertizën dhe perspektiven mbi këtë temë kaq të rëndësishme. Sigurisht, Akademia e Shkencave ka qenë një institucion në vitet e fundit, një institucion shumë i hapur, ka bashkëpunuar me të gjitha akademitë dhe institucionet analoge të kërkimit shkencor, por edhe në nivelet tjera, duke arritur edhe deri në nivelet të sistemit të arsimit mesëm, pa përmend pastaj në mënyrë krejt natyrshme universitetet, por edhe me individ të shquar të shkencës dhe kulturës shqiptare, dhe ky auditor mund t'ju a them me plot bindjen, në kohët e fundit ka pak ditë i cili mbetet bosh. Prandaj, në këtë politikë që ka zhvilluar Akademia e Shkencave vitet e fundit, ka pas një vrull të jashtëzakonshëm, në këtë kuadër, në këtë zinxhir aktivitetesh, aktiviteti që organizohet me Universitetin Epoka dhe në mënyrë të veçantë tematika shumë interesante që mua më takon ta kem për zemër, është me shumë rëndësi, prandaj me plot gojen ju urojmë suksese në këtë aktivitet. Ju falenderoj. Faleminderit i nderuar akademik Gzim Hoxha për fjalët dhe mesazhet, po edhe për faktin se Akademia e Shkencave hapjen që ajo ka bërë sidomos kohët e fundit më falni. Më falni, ndjes për këtë, do më thënë se nuk i morëm masat paraprakisht, por edhe njerë falemderit për faktin që Akademia e Shkencave për rolin e saj, që luan në kërkimin shkencor, për kontributin që ka dhënë edhe për ligjin për shkencës, por që kryesorja është që ajo është hapur me gjitha institucionet, edhe siç është rasti bashkëpunimeve dhe konferencave, deri tani vetëm njësia e Gjeoshkencave ka zhvilluar 5 konferenca të tilla, pra është e hapur si me Universitetin Epoka, po kështu duhet të jenë të hapur sepse i shërbejnë zhvillimit të shkencës, të kërkimit shkencor, i shërbejnë vendit, shoqërisë, edhe gjitha institutet kërkimore. Dhe tani është radha për përshëndetjen e rektorit të Universitetit e Epoka, zotit Ahmet Ostur, profesor Ahmet Ostur. Thank you. Përshëndetje gjithëve. First of all, I would like to thank Albanian Science Academy, Professor Rapo, and Professor Gezim, and Professor Jinnushi. And also I would like to thank my colleague, Professor Dr. Hüseyin Bilgin, and his team members. They are organizing this very important event, actually. I know it is not easy to organize this kind of events, but with the dedication, maybe months, they have realized this program and they brought us together here. Also, I would like to mention that with Epoka University and Albanian Science Academy, we have a good collaborations, actually. Last year, also with Albanian Science Academy, we have organized very important conference, and from different parts of the world, more than 150 participants came to Albania and discussed the issues, actually.
So, on behalf of the Epoca University, it is my great pleasure and privilege to welcome you all to this significant academic forum on disaster risk assessment and management of cultural heritage in Albania and Southwestern Balkans. It is both an honor and a privilege to convene with such a distinguished group of experts, researchers, and policymakers who share a profound commitment to safeguarding our region's rich cultural heritage. The landscape and monuments of Balkans tells the story of centuries, stories of resilience, creativity, and cultural fusion. However, these treasures face increasing risks from natural disasters such as earthquakes, floods, and wildfires, which we are regularly experiencing as human-induced threats like urbanization and climate change. It is our responsibility to ensure that these legacies are preserved, not only for ourselves, but for the future generation. This forum represents a vital step in addressing these challenges. Over the course of today's discussions, we will explore innovative methodologies for risk assessment, highlight best practices in disaster management, and foster collaboration across borders to build resilient frameworks for the cultural heritage protection. Let us use this opportunity to exchange knowledge, spark new ideas, and strengthen partnerships. Together, we can build a future where the preservation of cultural heritage is at the heart of sustainable development in Albania and Southwestern Balkans. Before concluding my speech, I would like to thank again to academic Professor Gülnüşi and his team members, to Professor Bilgin and the organizing committee from both institutions, and to all participants for sharing their valuable time today with us. Thank you again, and I look forward to productive discussions ahead. Thank you very much, Professor Ahmet, Rector of University of Epoca, and we appreciate our collaboration between Academy of Science and your university, and the fact that the University of Epoca is focused in research, scientific, and has an academic excellence. Thank you very much. And now is Tani Estrada for Profesor Kemal Edip nga Instituti I Inxhinierisë së Tërmeteve dhe Sismologjisë Inxhinerike nga Shkupi I Maqedonisë, IZIS. Faleminderit, I nderuari profesor Apo Ormeni, kryetar I njësisë kërkimore, I nderuar profesorat, nderuar rektori I Universitetit Epoca, nderuar profesor Hyssein, ka Universiteti Epoca, të nderuar akademik dhe profesor. Është nderi veçantë që ndodhem sot këtu në sallën Alex Puta në këtë konferencë të rëndësishme për trashëgimin kulturor të Shqipërisë dhe Ballkanit. Falenderoj organizatorët kryesor, Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetin Epoca. Dua të theksoj se përvoja e institutit tonë në fushën e vlerësimit të rrezikut seizmik dhe mbrojtjes së trashëgimisë kulturore është një rëndësie të veçantë për rajonin tonë. Bashkëpunimi në këtë institut të njohur ndërkombëtarisht është thelbësor për projektet tona të ardhshme. Prania e kaq shumë ekspertave nga të gjithë rajoni tregon rëndësinë e madhe të kësaj teme.
Shqipëria është një thesar i pasur i trashëgimisë kulturore në Ballkan. Bashkëpunimi rajonal në këtë fushë është jetik për të mbrojtuar këto vlera të çmuara. Ju uroj punime të mbara dhe diskutime të frytshme. Faleminderit për vendin tuaj. Faleminderit shumë, profesor Kemal Edip. IZIS është një ndër institutet më të mira në Europë. I Shkupit është institutet më të mira në Europë për mbrojtjen nga tërmetet, edhe sidomos për metodologjitë e reja që ajo aplikon, sidomos për qëndrueshmërinë e infrastrukturës dhe të objekteve ndaj tërmetet. Faleminderit shumë. Fjalën e ka për një përshëndetje nga Kosova, nga Universiteti Isa Buletini i Mitrovicës, dekani i Fakultetit Gjeoshkencave, Pestim Kutlovski. Faleminderit shumë. I nderuari akademik zotri Gzim Hoxha, i nderuari akademik profesor Rapor Meni, kryetari i njësisë kërkimore të gjeoshkencave dhe gjeoinxhinierisë, i nderuari rektori i Universitetit Epoka, zotri Ahmet Ostash, i nderuari Kemal, drejtori i Institutit të Universitetit në Kirilo Metodi në Maqedoninë e Veriut, i nderuar profesor Hysen, të nderuar pjesëmarrës, kolegë dhe miq. Është një nder dhe kënaqësi e veçantë për mua në cilësinë e dekanit të Fakultetit të Gjeoshkencave që të jem sot këtu për të përshëndetur këtë forum kaq të rëndësishëm, i cili sjell së bashku Akademinë e Shkencave, institucionet e arsimit të lartë për një kauzë të përbashkët dhe etike, vlerësimi dhe menaxhimi i rreziqeve ndaj trashëgimisë kulturore në Ballkanin Jugperëndimor. Trashëgimia kulturore nuk është thjesht një pasuri e së kaluarës. Ajo është një pjesë jetike e identitetit tonë kombëtar dhe rajonal. Një urë që na lidh historinë dhe traditat tona, duke u shndruar në një bazament të fortë për zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërive tona. Në këtë kontestin e sotëm global, ku ndryshimet klimatike, zhvillimi urban i pakontrolluar, konfliktet dhe fatkeqësitë natyrore janë kërcënime të vazhdueshme të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, ku kërkon me shumë përkushtim, ulëmtime të mirëfillta, menaxhim të kujdesshëm dhe bashkëpunim ndërinstitucional. Ky forum që fokusohet në vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve ndaj trashëgimisë kulturore, nuk është një domosdoshmëri për Shqipërinë dhe Kosovën, po për gjithë rajonin e Ballkanit Jugperëndimor. Këto vende ndajnë një histori të pasur kulturore, arkeologjike, e cila jo vetëm që përfaqëson trashëgiminë e popujve tanë, por edhe kontribon në mozaikun kulturor të Evropës dhe të botës. Ne duhet të mbrojmë monumentet, objektet dhe praktikat kulturore që pasqyrojnë historinë, artin dhe shpirtin tonë si një amanet për brezat e të ardhmës. Për ta bërë këtë, ne duhet të adaptojmë qasje të reja shkencore dhe të përfshijmë të gjitha palët e interesit, duke përfshirë akademinë, shoqërinë, qeverinë dhe shoqëritë civile. Ulëmtimet shkencore është thelbi i çdo strategjie efektive për mbrojtjen e trashëgimisë. Vlerësimi i rreziqeve nuk është një proces i thjeshtë, ai kërkon të dhëna të sakta, modele shkencore dhe një kuptim të thellë të mjedisit natyror dhe social. Si shembull, ndikimet e ndryshme klimatike, si përmbytjet, thatësirat dhe temperaturat ekstreme, po ekspozojnë vendbanimet dhe monumentet historike ndaj degradimit të pariparueshëm. Në të njëjtën kohë, aktivitetet njerëzore, si ndërtimi i pakontrolluar dhe turizmi masiv, shpesh shkaktojnë dëme të qëndrueshme. Në këtë kuadër, unë e shoh si të domosdoshme që të investojmë në teknologji dhe metodologji të reja për monitorimin dhe analizën e këtyre rreziqeve. Bashkëpunimi midis Fakultetit të Shkencave Gjeologjike, Arkitekturës, Arkeologjisë,
shkencave të ndërtimit, teknologjisë informative, do të ndihmoj shumë të zhvilloj mjete inovative për parandalimin dhe reagimin ndaj këtyre sfidave. Një tjetër aspekt thelbësor është bashkëpunimi ndërinstitucional. Akademia e Shkencave, universiteti dhe institucionet kërkimore kanë përgjegjësi të udhëhecin proceset e mbrojtjes dhe menaxhimit e trashëgimisë kulturore. Ky bashkëpunim duhet të kalojë kufit kombëtar dhe të bëjë një përpjekje rajonale dhe ndërkombëtare. Gjithashtu, një bashkëpunim i ngushtë me institucionet e qeverisë dhe ato ndërkombëtare si UNESCO dhe ICRAM është kyç për të siguruar që praktikat tona të jenë në përputhje me standardet globale dhe që mbrojtja e trashëgimisë të mbetet financiarisht dhe logjistikisht. Të nderuar të pranishëm, në përmbyllje dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të thellë për përpjekjet e Akademisë së Shkencës së Shqipërisë dhe gjitha institucioneve pjesëmarrje për organizimin e këtij forumi. Bashkëpunimi dhe përkushtimi ndaj mbrojtjes së trashëgimisë kulturore do të sigurojë që historia dhe kultura jonë të mbijetojë dhe të lulëzojë për brezat që vijnë, në frym të bashkëpunimit dhe respektit të ndërsjellë. Në emrin tim dhe institucionit që përfaqësoj, dëshiroj të uroj gjithashtu festën e 28 nëntorit, simbolin e lidhjes unike dhe vizionit të përbashkët që na bashkon si dy shtete me një shpirt kombëtar. Kjo festë është mesazhi më i fuqishëm për unitetin dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm mes Shqipërisë dhe Kosovës. Le të punojmë së bashku për të ndërtuar një të ardhme ku trashëgimia jon kulturore jo vetëm që mbrohet, por edhe frymëzon zhvillim të qëndrueshëm të shoqërive tona. Faleminderit edhe një herë gëzuar festat e 28 nëntorit. Faleminderit profesor Festimi. Është rasti që të shpreh se kemi një marrëdhënie të ngushtë edhe me Universitetin e Mitrovicës dhe veçanërisht me Fakultetin e Gjeoshkencave të Mitrovicës, ku kemi edhe projekte bilaterale Shqipëri-Kosovë përbashkëta, po kemi bërë dhe aktivitete edhe në Mitrovicë të përbashkëta. Kështu që edhe një herë falenderoj edhe për faktin se ky universitet, po sidomos Fakulteti i Gjeoshkencave aty ka një bazë laboratorike shumë të mirë, moderne të kohës. Brenda fakultetit gjeoshkencave është ngritur dhe Instituti i Gjeoshkencave. Domethënë, përveç shërbimit gjeologjik dhe institucioneve të tjera në fushën e gjeoshkencave, këta nuk e kanë problem as emërtimin, kurse tek ne na duket sikur gjeologjia, shërbimi gjeologjik mbulon gjeoshkencat, secili ka punën e tij, ka objektin e tij të punës, prandaj sa më të hapur në këtë drejtim dhe ky është një shembull. Ju falenderoj. Tani, për sesionin e parë, ftoj moderatorin Miriam Ndini për të drejtuar seancën. Përshëndetje të gjithëve. Duke uruar punë të mbar në gjithë sesionet që janë në vazhdim. Pra, unë jam Miriam Ndini, e keni thënë dhe emrin dhe e keni edhe këtu të shkruar. Unë kam nderin që në këtë sesion të parë të prezantoj 3 profesor të nderuar nga Shqipëria dhe nga Maqedonia. Dhe me të parin do ta filloj me profesor Kemal Edip, i cili do vi me punimin e tij të titulluar Ground Penetration Radar Investigation in Cultural Heritage Sites. A methodological framework from North Macedonia. Profesor Kemal Edip, Shumë fjala është për faleminderit. ju. Për shkak të terminologjisë, më kisha propozuar prezantimin të mbaj në gjuhën angleze nëse është ajo. So this presentation is dealing with the ground penetration radar, the instrument that we are very proud to be using of. It is very important to note that the instrument is the one that serves without making special requirements, and that's why it is very useful. So in this presentation, we have 3 objects. First is the Treskovis Monastery. Second one is the Church St. Jovan in Vlachani, in Skopje. And the third one is the mosque in Prilep.
So let us begin with the Treskoves Monastery. As we explained, the Balkan region is very rich with structures that have dealt in history. So this one is in Mount Zlatovri, approximately 8 kilometers from Prilep. So this is North Macedonia, Tirana is here, Prilep is here. It is founded in 12th century. The place where it is on the high hills of the mountain. It is linked with the Byzantine time. It's very renowned for its extensive collection of Byzantine frescoes. Here is the Institute of Earthquake Engineering. We were dealing with the stability of the structure. As you can see, the structure in the southern western part had some difficulties in the settlement. What we did was we obtained the soil condition assessment, the layer deposit identification, and also we did the wall stabilization. Number of the profiles that we did were in total 34. For the wall, we used 25, and with different antennas of the georadar, we obtained 5 and 8 profiles. As you see, all of them were in the outside of the object. Also in the inside, we have several investigations. This is the ground penetration radar. This is the antenna that is used. It is near to the ground. It means that it is a non-destructive from the nature. So this is what we obtained. The blue line shows the upper layer, which is the less stiff layer, and the red one shows the very stiff layer below. As we can see, there is an abrupt change. Because of this abrupt change, with the passing of time, the structure has started to settle in one direction. So here, when we give the profiles, we see that this part here, we have settlement which is increased. And when we see from this direction, we see that the same settlement regresses at the 1 to 3 meters. Here we have found a lot of fill material by our ground penetration radar, and we saw that bedrock boundary in a way makes this problem to become bigger. In order to conclude that, we did that as the damage detection was observed, and the maximum surface layer depth variations also significantly increased this damage assessment. This is the inside of the structure, and from the wall analysis equipment, we obtained interesting results which show that inside there are hollow places, hollow structures, which should be also filled. So 3 steps that should be followed are the structural considerations with variable bedrock depth, fill material thicknesses, which affect directly the support, and wall integrity correlations. Now here the risk assessment should also consider damage zone monitoring, which also has to do with the hazard assessment and the local soil conditions. And soil section requires attention because of the bedrock depth, because of the variation. Consideration should be done there. For future, we have the regular monitoring program, additional profiles, and integration with the conservative planning, because there we cannot do anything without their approval. Second object is in the vicinity of Skopje. It is located around 10 kilometers north of Skopje, and it is founded in 14th century during Byzantine style architecture, typical of many Orthodox churches in the region. This is the church, and this is the georadar. The antenna we use is the one of smaller size. Here we have done several investigations where we wanted to obtain 5 meters of depth capability. The point here was to see if there are some graveyards and how those graveyards can be evaluated with this object. Investigations on the site included also wider region. This wider region was also part of our analysis, and the results from investigation, as you see here, reveal that we have some forms here. These forms are actually subsurface anomalies. These anomalies are approximately 4 to 6 meters and likely represented buried infrastructure. Now we are not sure if there are graves or there are some different objects inside, but we cannot go
apart, we have to deal also with our conservatory center to see what there is inside. But for sure, there is something there. Here, the structural considerations obtain the underground objects that are detected. Soil layer analysis have been done. Depth variations show that the analysis and the structure is in stable condition. The risk assessment gives that no bedrock is detected. This is important, but since it is a only one-story structure, it has not very big effect in overall risk assessment. So future recommendations is excavation considerations with further investigations that should be done. The third structure is the Charshi Mosque in Prilep. Prilep is here in the center part of the country. We see that it is founded in the 15th century. This classic Ottoman-style mosque with a single dome and minaret. In difference with the first two objects, this structure is in the city center. So this is the structure. It had burned and also had some restoration activities, but still is in the phase of the renovation. There is a lot of investment from Turkey, and most probably in the following years, there is a plan for restoration. What we did was the soil analysis equipment with maximum investigation depth up to 25 meters with some time domain registration of 500 nanoseconds. So these are the layers that we could make. And then all these profiles will be different lengths. What we obtained here, that the sufficient spatial coverage was achieved to detect potential subsurface features. Here, what we concluded is that the bedrock, because it is very deep, gives an opportunity to make the soil amplification factors. So in the case of earthquake, this structure is very vulnerable. So additional measures should be taken into consideration. So as we can see here, there is an interface marked in red at 10 to 15 meter depth, likely representing significant geological and structural boundaries. Here, three distinct lithological layers were identified: surface, intermediate, and baseline compositions. And the conclusion of this, we gave more stable conditions, which begin at 3 meters, better soil structure interaction, and reduced risk of differential settlements. So in conclusion, ground penetration radar investigations in cultural heritage sites actually gives us the preservation of site integrity, complies with heritage conservations, allows repeated survey, and also enables investigation beneath historic pavements without extra effort. What we obtain is impact on heritage fabric, identification of areas requiring monitoring, evaluation of foundation stability, considering long-term preservation needs. Thank you very much for your attention. Thank you, Profesor Edip. Faleminderit. Në qoftë se kemi ndonjë pyetje, më mirë të organizojmë sesionin mbas çdo diskutimi të profesorëve të kemi pyetje, ndërsa në qoftë se kemi komente dhe diskutime t'i bëjmë në fund të sesionit. Atëherë urdhëro, fjala është për ju. Mundem edhe shë. Elementet e fundme. Shumë faleminderit. Pra, kemi hapësirën e madhe të shtrirjes së një objekti të trashëgimisë kulturore dhe një objekt të vetëm në një hapësirë të vogël. Si qëndron dallimi njëra me tjetrën, sepse toka nuk është njësoj dhe informatat janë të ndryshme përmes. Shumë faleminderit. Është me rëndësi të dim çfarë kemi dhe objektivin, çfarë duhem të nxjerrim prej analizave. Kjo radari ka 3 antena dhe këto antena funksionojnë me frekuenca të ndryshme. Tani frekuenca më të mëdha janë për të zgjedhur të pjesat që janë me lartësi më të vogla, dërsa frekuencat më të vogla që mundon edhe më thellë të analizojnë, mundon të analizojnë edhe lokacione që kanë edhe efekte më në thellësi. Tani për zgjarin ose për madhësinë e lokalitetit, mundemi vetëm të replikojmë ose të bëjmë më shumë analiza, dhe kjo analizë shkon shpejt,
Do të thonë për një ditë na mundemi veç të kryejmë krejt procedurën e analizës në terren. Na vjen edhe parafërsisht një javë që të interpretojmë mirë dhe të shohim ku dallojnë reflektimi i të objekteve që janë nën tokë në bazë të frekuencave që i marrim. Tani kemi edhe tabelën të frekuencave, për shembull uji nuk ka frekuencë, ajo do të jetë në frekuencën 0, ndërsa të tjera objekte që kanë shtangësi varojnë me shtangësinë edhe mundemi shumë qartë të takojmë edhe ku janë objektet me shtangësi të ndryshme. Faleminderit. Faleminderit. Po, Të kemi parkuar të Georadarën edhe për pikat arkeologjike me ndryshim Po, kemi edhe përvojë me kësi raste, po aty në çdo aspekt që kemi bë, kemi pasur edhe diken prej të fushës të arkeologëve që neve nuk na kanë leju edhe t'i bëjmë analizat shumë detaje. Por kemi bë vetëm pjesërisht për të fakt se nëse për shembull gjendet ndonjë objekt ose ndonjë subjekt që ka domethënë dhe vlerë të madh, atëherë ato neve na largojnë dhe vazhdojmë vetë me grupimin. Na e kemi si kufas vetëm të caktojmë a ka objekt, a nuk ka objekt dhe kemi bë. Do me thonë, poshtë kjo pjesa e xhamis, pritet se ndër në xhami ka edhe shumë po, edhe bogati të ndryshme, për çat edhe aty nuk kemi pasur shumë mundësi të hyjmë brenda të xhamis, po kemi vetëm jashtë me bë kulumtimet. Urdhën. Nga për nga përvoja e gërmimeve arkeologjike kemi përdorur gjeofizik, edhe faktikisht varësisht nga lloji i terrenit ne kemi përdorur metoda të ndryshme. Po. Kena përdorur gjeoradar, gjeoelektrik dhe gjeomagnetik. Po. Ai keni kryesuar ju këto metoda dhe ku ju rezultojnë më të suksesshme? Shumë e keni teksuar problemin më të rëndë që është me georadarin. Do të thonë georadari vetëm mundet të na caktojë a ka objekt, a nuk ka objekt, edhe në çfarë fillësi mundet të gjendet. Nëse veç dojmë të bëjmë një analizë komplete, atëherë duhet edhe geofizika të hyjë në pikpyetje. Geofizikën e kemi, por nuk e kemi prezantuar këtë. Aty mundemi të bëjmë edhe analizat të shohim sa janë edhe valet seizmike që zgjedhen, edhe çfarë efekti kanë këto objektet që janë poshtë, që janë grupuar, në efektin fundamental që të mundemi të analizojmë edhe efektin faktikisht edhe efektin e strukturave që do të kenë në strukturë. Metodologjinë për tani e kemi ende në metodën bazike, po kemi edhe disa konkludime që të bëjmë kulumtime bashkë me geofizikën edhe ti bashkojmë rezultatet. Për tani hazardin vetëm e përdorim, duket që është rrezik. Rrezikun e përdorim bashkë me georadarin. Faleminderit aty. kemi ndonjë pyetje tjetër për profesorin? Atëherë profesor, faleminderit dhe Faleminderit, për përgjigje shumë sqaruese. Do kalojmë në prezantimin e dytë, që janë 4 rreziqe ndaj trashëgimisë kulturore në Shqipëri dhe Ballkanin jug perëndimor. Dhe pikërisht jam e nderuar të ftoj profesor Neritan Tekan nga shtëpia, nga vjen nga Akademia e Shkencave. Faleminderit. Profesor, fjala është për ju. Kumtesa ime është më tepër një diskutim se sa një kumtesë mirëfill. Është një diskutim i hapur prej kohe, veçanërisht pas vitit 1990, kur u duk sikur ndryshimi i sistemit do sillte një vështrim të ri në trajtimin e trashëgimisë kulturore, gjë që për së vërtet nuk ka ndodhur. Në mënyrë paradoksale, është vlerësuar trashëgimia kulturore, qoftë në vlerësimin publik, qoftë në ruajtjen, qoftë në seriozitetin e trajtimit të saj, është trajtuar më shumë në kohën e diktaturës se në kohën e demokracisë. Kjo duket sikur është një thënie provokative, por në fakt është realitet. Dhe cilët janë 4 rreziqet, 4 shkaqet që na kanë vënë në këtë drejtim, sepse ju e dini që në çdo diskutim politik, në përgjithësi goditet diktatura si një diktaturë që ka shkatruar kishat e xhamiat. Aty është që
goditja e diktaturës ishte kundër ideologjisë, ishte një rrezik paralel, ishte një konkurrencë e ideologjisë komuniste, por nuk duhet harrojmë që në të njëjtën kohë kishte një akademi të shkencave, kishte një institut të arkeologjisë, kishte një institut monumenteve, struktura të cilat ishin ngritur mbi baza perëndimore. Ngritur nga njerëz me edukim perëndimor, Alex Buda i pari, apo Kanis Razimiri që studiuar në Torino, edhe Hasan Ceka kishte studiuar në Vjenë, edhe kështu me radhë, dhe natyrisht që përfaqësonte në atë kohë përfaqësonte nivelin europian në të gjitha drejtimet. Dhe mund të them që edhe një pjesë e metodave për cilat flasim sot të geoshkencës janë zbatuar që në kohën e komunizmit. Do kujtojmë të ndjerën Alfred Frash, i cili në bashkëpunim me arkeologët futi i pari zbatimin e metodave geofizike në kërkimet arkeologjike me rezultate konkrete. Tani cilët janë rrezikët e sotme? Unë mendoj që janë të gjitha subjektive. Përveç atyre që janë objektive, cilët duhet i parandalojmë, natyrisht ne i dimë cilë janë tërmetet, dëmtimet nga koha në me radhë, por një kujdes, ndërhyrje e njeriut, ndërtimi strukturave adekuate i largon, i minimizon, i zvoglon këto rreziqe. Dhe rreziku i parë është vëmendja, mungesa një strategjie. Pra, paktën Shqipëria nuk ka një strategji të caktuar se si do mbrohet dhe si do menaxhohet trashëgimia kulturore. Ky shërbim është ndarë në dy pjesë, pjesën e studimit i takon Akademisë Shkencave nëpërmjet Institutit të Arkeologjisë, edhe Ministrisë së Kulturës, cila ka një radhë strukturash, nuk ka një të vetme, të decentralizuara, kanë qenë centralizuara në kohën e komunizmit dhe nën vëzhgimin ose në bashkëpunimin e vazhdueshëm me Akademinë e Shkencave, gjë që sot nuk ndodh. Pra kemi një ndarje të këtyre dhe sot në Ministrinë e Kulturës trashëgiminë kulturore e menaxhojnë Instituti i Monumenteve, veçantë drejtoritë rajonale që janë veç, ka një institut për regjistrimin e pasurisë kulturore, muzet dhe parqet arkeologjike janë veç. Janë 4 struktura të ndryshme, të cilët varen direkt nga ministri dhe pra varen nga askush. Ministri nuk bën politika, nuk bën menaxhim dhe ky është një princip kryesor i demokracisë. Kjo është arsyeja që ajo që mungon e para është që ne nuk kemi sot një raport serios shtetëror mbi gjendjen e trashëgimisë kulturore. Ne nuk dim se ç'kemi marrë nga periudha e komunizmit, në vitin 1990, kur janë marrë gjitha me çelës në dorë, nga përfshirë muzet arkeologjike, parqet arkeologjike dhe muzet e rrethe që kishin arkeologji, edhe monumente e kulturës, dhe sot ne nuk e dim gjendjen e këtyre. Gjendja më e vështirë natyrisht është e trashëgimisë kulturore post-bizantine, e kishave bizantine, të Muzeqes, të Korçës, të Përmetit, të cilat po gradesit, mos flasim pastaj për ato monumente të trashëgimisë katolike që janë në veri, të cilët janë pa kontroll. Pjesa më e madhe, unë mendoj që në këto monumente kemi humbur rreth 70-80% të pasurisë kemi pasur. Janë shkatruar afresket dhe nuk ka asnjë raport me këtë gjendje. Pra kjo është rezultati një aventure i faktit i politika jonë nuk konsultohet me Akademinë e Shkencave, konsultohet me specialistë, konsultohet me persona në përgjithësi të huaj, që si janë shqiptarë, që kanë një vlerësim të tyre negativ në përgjithësi për kulturën shqiptare, edhe ose me njerëz cilët kanë interesa, janë në biznes, edhe kjo ka bërë dhe rrezikun e dytë, që është rreziku i ndarjes së menaxhimit të trashëgimisë kulturore midis shtetit dhe privatit. Unë nuk jam një mbështetës i etatizmit, i faktorit shtet që duhet të jetë kontrolloj diçka, por unë besoj që kultura, arsimi, shëndetësia nuk duhet të futen në sferat e tjera, janë ekskluzivitet i shtetit. Shteti ka dërimin kryesor, pastaj shërbimet ekstra mund të bëhen nga privat. Ajo që po ndodh në arkeologji është që privati pak nga pak me mbështetjen politike po merr kontrollin e menaxhimit të trashëgimisë kulturore. Unë po flas për Butrintin, i pari, që është një stesar i krijuar nga
arkeologët, nga breza të tërë arkeologët, duke filluar nga Luigi Ugolini 100 vjet përpara, që fillon në gërmimet arkeologjike, dhe i cili prodhon në gjendjen e sotme 2 milion euro në vit. Vetëm nga bileta. Apo shikoni që gjithë investimi që bën qeveria shqiptare, parlamentin e jep për investimet arkeologji vetëm 200.000 euro. Me 200.000 euro nuk mund, sa fillon punën mbaron. Edhe ndërkohë që në vend që kjo pasuri të organizohej më mirë, të vlerësohej më mirë dhe të futesh, të reinvestohej në kërkimet arkeologjike, dhënë privatëve. Pra një fondacion, cili krijohet në mënyrë improvizohet edhe merr përsipër të menaxhojë pasurinë kryesore kulturore arkeologjike të Shqipërisë. Dhe argumenti është qesharak, duke menduar që privati e menaxhon më mirë dhe shteti nuk ka fuqi nuk ka mundësi ta menaxhojë. Unë besoj që shteti ka gjithë mundësitë, qofse dhe po vike rreziku i tretë, i cili është rreziku i trajtimit të klasës intelektuale. Pra për shtetin, e kam fjalën për shtetin tonë, shpresoj që në Maqedoni edhe në Kosovë të jeni më mirë, por mendoj që shteti i ka mbetur sahatin në vend, trajtimi intelektual është i tillë, po themi intelektuali në terren, një arkeolog në terren shkon me një dietë, po jap sa shifra, shkon me një dietë që është gjithsej 55.000 lekë. Në 30.000 lekë është hoteli, 30 euro, po ju a them në euro, po flas me lekë të vjetra, edhe me 25 euro për gjithë ditën arkeologu duhet të shkojnë në terren. Natyrisht që kjo është qesharakës, tani ne e dim se si janë çmimet dhe si ka lëvizur. Dhe nuk ka asnjë shpërblim tjetër mbi këtë. Edhe çfarë ndodh? Ndërkohë, një arkeolog i cili shkon bën një guid turistike mund të marrë 200 euro në ditë, dhe një arkeolog i cili shërben për privatin mund të marrë prapë 200 euro në ditë. Shikoni cili është raporti midis, nga njerë këto 200 euro i merr vetëm si fi, si shpërblim, edhe ndërkohë që arkeologu i merr për ushqim. Pra kemi një trajtim të tillë, i cili ku na ka çuar, dhe këtu vetë vim ke rreziku i katërt, që po humbim shpejtësinë, po humbim perspektivë, po humbim brezin e ri të arkeologëve. Pra një arkeolog i ri që vjen edhe provon, dhe patëm një rast fundit, kur hapëm disa vende, besoj që vetëm një arkeolog të ri me pasion mund të pranojnë një diferencë të tillë të rrogave, kur preferon shkencën. Siç thotë, të thënë, edhe migjenit, të jesh më mirë të jesh i kënaqur apo filozof, nuk po them termin, por apo të shkojsh në vulgaritet. Mendoj që kjo bën që brezi i ri gjithmonë më pak i drejtohet arkeologjisë. Po them që dega e arkeologjisë u hap gati 10 ose 12 vjet përpara me ndoshta 100 regjistrime, dhe sot ka vetëm 5 regjistrime. Viti që kemi në vazhdim është me 5 regjistrime. Duke përfshirë dhe faktin që pastaj në edhe perspektivës tyre. Natyrisht që zgjedhja ekziston, ajo që pam është batuar në Shqipërinë, të 3 ditë përpara kemi bërë këtu një konferencë ku manifestuam bashkëpunimin midis gjeoshkencës dhe edhe arkeologjisë. Ne kemi bërë një projekt në Lubonj, ku përdorën metodat kryesisht të kartografisë nëpërmjet lidarit, edhe duhet ju them që të metodën e kartografisë e 3D-s të monumenteve tonë, të siteve arkeologjike, e kemi aplikuar për parë në Bylis dhe kemi këtë rilevim në 3D, dhe pak ditë më parë, Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, që ka një emër çik më të gjatë, që është Ministrinë e Kulturës, miratoi bërjen e një tenderi për kompanitë private për të bërë një 3D të Bylisit. Është i njëjti shtet, me të njëjtat para,
kërkon të japi privatit mundësinë të bëjë atë që shteti e ka në arkimin e kemi këtu në Akademinë e Shkencave. Pra unë mendoj që ajo që mungon në kohët e fundit dhe që bën që në ky forum që jemi këtu s'ka asnjëri, jam i sigurt që asnjëri s'ka ardhur nga Ministria e Kulturës, asnjëri s'është sot nga politika në këtë. Ajo që bëjmë nganjëherë bëhet shkencë për shkencë, shkencë për veten tonë, dhe ky është defekti më. Mungesa e komunikimit është rreziku që përmbledh gjithë rreziqet. Dhe ajo që po përpiqem në Akademinë e Shkencave është të hapim një debat, të hapim një diskutim që këto që po bëjmë të shkojnë dhe të bëhen pjesë e menaxhimit konkret. Faleminderit. Faleminderit profesor Ceka. Në fakt profesor Ceka buri gishin në një plak që nuk mendoj që është vetëm e arkeologjisë, është dhe e fushave tjera që e ne përjetojmë dhe ne që dimë bëjmë diferencën e kemi të qartë. Megjithatë, nëse ka ndonjë pyetje për profesorin, apo do bëjmë debatin në fund, diskutime? Okej. Atëherë vazhdojmë me punimin e radhës. Vlerësimi i rrezikut dhe menaxhimi i trashëgimisë kulturore, institucionet komuniste të vuajtjes në Shqipëri. Me këtë punim vjen profesor Florian Nepravishta nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës i Politekniku i Tiranës. Profesor, fjala është për ju. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Kënaqësi që jam pjesë e këtij forumi. Do të përshëndesja të dy palët, Akademinë e Shkencave, që prezantohet nga profesor Gzimi, dhe institucionin që universitar Epokën, organizatorët e konferencës. Cili është mendimi im për 4 kolonat që tha profesor Neritani? 4 kolonat, çfarë është rreziku që diskutojmë sot? Rreziku që diskutojmë sot ka të bëjë me fatkeqësitë natyrore kryesisht, paktën në terminologji kështu e gjej. Risk management, rreziku ndaj fatkeqësive. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri? Gjatë gjithë periudhës së tranzicionit kemi goxha fatkeqësi të ndodhura që nga përmbytjet, tërmetet, të cilat të gjitha kanë ndikuar mbi trashëgiminë kulturore. Por tranzicioni i jon ka dhe një fenomen tjetër, ka dhe një rrezik tjetër. Cili është rreziku? Është rreziku i harresës. Harresës. Jo vetëm neglizhenca, por është dhe harresë. Kemi një periudhë, kemi periudha të tëra të historisë sonë, të cilat i kemi neglizhuar dhe po vazhdojmë të i neglizhojmë. Ajo që do të përshëndrohem ka të bëjë me periudhën e asaj që quhet, si më thënë, diktatura, por le ta quajmë edhe periudhës së ndërtimit të socializmit në Shqipëri. Jo çdo gjë ka qenë e zezë pra në këtë histori, që mbas viteve 90 ne të duam ta harrojmë, ta neglizhojmë dhe ta lëmë mbastore. Çfarë kemi vënë në re? Kemi vënë në re që, si më thënë, trashëgimia, kryesisht trashëgimia e shekullit 20 është një trashëgimi e lënë mbastore. Si më thënë, Instituti i Monumenteve për shumë vite u mor është marrë me atë që ishte trashëgimia jonë thelbësore, historike, ku drejtimet ishin arkeologji, mundësisht ne të përqendroheshim që të gjenim rrënjët tona ilire. Njëkohësisht u punua thellë edhe në site të tjera që s'kishin bënin me këtë gjë. Me banesën popullore, me trashëgiminë e hershme. Ndërkohë që një seri objekte të ndërtuara në shekullin e 20, pjesën e parë dhe pjesën e dytë të tij, janë jashtë mbrojtje. Çfarë ndodh në arkitekturë? Ka shumë krijime, realizime të mira të arkitektëve shqiptarë, të cilat janë neglizhuar, jo si rezultati mungesës dijes, por rezultati i një mendimi që ky lloj prodhimi është pa vlerë, duhet ta zhdukim, dhe kemi fenomene nga më të habitshme të adaptimit, përshtatjes, ripërdorimit të këtyre objekteve dhe neglizhimit në të detaj. Unë po dalë të një fenomen tjetër që ka të bëjë me
si më thënë, periudha e komunizmit kishte edhe pjesën e lartishme, po kishte edhe pjesën e institucioneve të vujtjes. Çfarë janë institucionet e vujtjes? Të tërë i dim, janë burgjet e kampet e përqendrimit. Kampet e përqendrimit janë edhe një sër fshatrash të dedikuara për punën e detyruar, për internimin e njerëzve. Si më thënë, pra kjo lloj, si më thënë, këto lloj objektesh u bën të famshëm për hatër edhe të namit të tyre. Jo çdo lloj institucioni, si më thënë, i vujtjes përmbante emrin dhe famën e burgut të Spaçit ose kampit të punës së detyruar të Tepelenës. Çfarë ka ndodhur me këto lloj, me këto institucione të vujtjes, pra, ose të mes vitit 90, këto mbyllën, dhe për vetë faktin se ishin aq famkeqe, nuk mund të ripërdoreshin më për të njëjtin funksion. Kështu që burgu Spaçit humbi përfundimisht funksionin e vet. Dhe kampi Tepelenës ishte një gjurmë tjetër, pra një histori tjetër që do mundohem ta tregoj gjatë narracionit tim. Kjo, pra, si më thënë, kombëtesa bazohet me një kërkim që ne bëjmë në Universitetin Politeknik mbi fenomenet e restaurimit, adaptimit, riedësimit për të trashëgimisë kulturore. Flasim për represionin komunist. Është pak a shumë, meqense, si më thënë, ky narracion ose këto slajdet janë për një ambient huaj, ne të tërë e dim se çfarë ka ndodhur në atë periudhë. Kështu që është e kotë që zgjatemi. Por thelbësore ishin që si më thënë, këto institucionet vujtjeve nga njëherë kishin kaluar dhe masat njerëzore për të trajtimit të njerëzve. Fenomeni është i habitshëm saqë, si më thënë, me njëherë mbas luftës së dytë botërore, ne arritëm të prodhonim institucionet të tjera vujtit, të cilat i ngjanin atyre për cilat ne luftuam. Luftën e dytë botërore luftuam kundër fashizmit dhe nazizmit. Këto lloj ngjashmërisë u munduan që me kalimin e kohës të harrohen. Jemi gati 30 vjet nga dalja ose përbysja e regjimit dhe akoma institucionet të tilla janë akoma ose janë lënë në mëshirën e fatit. Ku vazhdojmë të gjithë këto fenomenet e tjera të riskut, pra nga tërmetet, përmbytjet, të gjitha këto ndikojnë edhe mbi këtë lloj trashëgimie. Çfarë do të vlerësoja për vlerësimin e riskut? Ku do të përqendrohej, pra? Përqendrohet në mbrojtjen e artefakteve, ndërtesave, qendrave historike dhe katastrofat natyrore. Për të reduktuar ndikimin negativ dhe për përmirësuar procesin e vendimmarrjes, ai përfshin përcaktimin e rreziqeve ose kërcënimeve të mundshme, vlerësimin e pasojave të rreziqeve të identifikuara, prioritizimin e rreziqeve të bazuar në ndikimin e tyre, zhvillimin e strategjive për menaxhimin dhe minimizimin e tyre. Trashëgimia kulturore komuniste përballet me disa rreziqe dhe sfida në rrujtje. Një nga sfidat kryesore është degradimi fizik i strukturave për shkak të vjetërsisë, keqpërdorimit ose praktikës. Rreziqet mjedisore si ekspozimi ndaj motit, ndryshimeve klimatike, ndotjes që mund të përshpejtojë degradimin, dëmtime nga vandalizimi dhe ndikimi njerëzor i papërshtatshëm. Ndjeshmëria politike dhe shoqërore që këto site ose janë disa site të cilat janë në debat për të ruhen ose mos ruhen. Fakti tregon që për 30 vjet akoma ne nuk kemi gjetur një gjuhë të përbashkët për mënyrën se si duhet i ruajmë këto site dhe a duhet i ruajmë, sepse me ç'duket ka dhe një dëshirë për mos t'i evidentuar, pra si
si plagë për atë shoqërisë sonë. Në fakt, në rast se ne shohim Auschwitzin ose kampet të punës së detyruar ose kampet të shpërqendrimit, Gjermanët pra ja bën kujt kundërshtarëve të tyre, kundërshtarëve ja bën çifutëve pra, ja bën dhe të huajve. Në fakt, ne ja kemi bërë vetes tonë. Çuditërisht, pra ky është dallimi midis egërsisë komunizmit tonë dhe trajtimit të bërjes së njerëzve. Tjetër, një nga problemet është edhe buxhetet e kufizuara. Cilat do ishin metodologjitë kryesore për vlerësimin dhe menaxhimin e rrezikut? Një nga rekomandimet është vlerësimi i ndikimit në trashëgimi, e cila do të përfshinte vlerësimin e ndikimeve të mundshme mbi rëndësinë historike dhe kulturore të një monumenti ose zone historike. Matrica e rrezikut, e cila përdoret për të renditur rreziqet bazuar në mundësinë dhe ndikimin e tyre, rujtja parandaluese ose parandalimi pra i shkatërimit për të identifikuar dhe zvogëluar rreziqet para se të ndodhë dëmtimi, planifikimi i skenarëve të ndryshëm të ardhshëm dhe ndikimet e tyre me monumentet e kulturës dhe zonat historike. Tjetër është përfshirja e komuniteteve lokale në procesin e rujtjes, e cila mbështet mbrojtjen nga vandalizmi dhe nga rastet e ndryshme të ndërhyrjeve politike. Se duhet për cila është mënyra më mirë tashmë për t'i ruajtur këto lloj institucione. Për një nga mënyrat do të ishte rrjedhimi i kësaj trashëgimie të diktaturës, pra duke e konservuar dhe ripërdorur këto për muze ose të kujtesës historike. Këtu qëndron edhe puna që ne kemi bërë pra me një grup studentësh për Universitetin Politeknik të Tiranës, të cilët pra ne ndoqëm një metodik të tillë për të realizuar për këtë projekt kërkimi. Filluam me hulumtimin historik, me dokumentimin, identifikimi i burime historike nga arkivat, dokumentat deklasifikuara, regjistrime zyrtare, të cilët nxorëm edhe të dhëna mbi këto lloj institucione, analiza të strukturave dhe vlerësimit të rrezikut, ku vajte në vend pra dhe verifikimi në vend për i problemeve të ndeshura në këto ndërtesa ishte pjesa kryesore, pra kemi shkuar, kemi rilevuar dhe nxjerr çdo problematikë që këto ndërtesa shfaqen. Projekti i rrjedhimit pra ishte një punë e bërë pra gjatë studieve të arkitekturës me qëllim muzealizimin e këtyre objekteve. Një përshkrim i shkurtër i burgut Spaçit, ju do të pak a shumë e dini, por edhe një kujtesë ndoshta nuk është pak për të kujtuar këtë lloj institucioni. Shikojmë që është një zonë komplet të izoluar mes malesh, ku roja i muzeut ose Ciceroni i vendosur atje na tregonte një histori shumë bukur, se duhet edhe me qesh pak se vujtja është pak thot, në faqen e malit, thot, në mëngjes kalonte infermierja filan. Dhe masdite, në orën 4 u kthete në shtëpi, kalonte përsëri. Të gjithë burgosurit ishin vëmendshëm në orarin kur kalonte infermierja. Dhe muret e qelive, ose e dhomave të fitës, pra ishin mbushur me shënime dhe poezi mbi infermierja. Kuptoni? Çfarë ishte burgu i Spaçit? Torturat për të burgosurit, nëse arrini të lexonin. Pra të shonin njerëz të cilët duhet punonin, ishin të dënuar politik, ku burg të tillë ka bërë Max Velo, arkitekti i nderuar. Ka bërë Lëbonja, ka bërë Ngjela pra në një farë mënyrë. Por ku diun pra në lagjen tonë ishte edhe një djalë i Vocël, bashkëmoshatari jon që ku diun se zhvodhi dhe kur u kthye mas një viti pra në punë atje ishte
Pra, kishte i drasmangu dëshma, pse ndodhin gjithë të tortura. I vinin që të punonin në minierë. Ata që nuk bënin normën, ishin të dënuar dhe të dënuar keq. Këto janë disa dëshmi të mbijetuarve në kamp. Të gjitha ditët dukeshin njësoj. Rutina e vujtjes dënimit pengoi të shihnim shpresë në fund të tunelit të errët. Mendoni si degradohet një njeri i cili mund të vuajë në një nga këto burqet. Këtu kemi disa vizatime për nga Ina Elezi, vlen sa 1000 fjalë. Mbaron mjafton që të shikosh kushtet e jetesës, kushtet e punës, për të kuptuar se çfarë ndodhte për këtyre të burgosur. Këtu kemi fazat e historikut të burgut të Spaqet, ku pjesa më, domethënë në 68-ën për kemi krijimin e burgut, kemi një moment shumë të rëndësishëm është ose kulminant për në burg, revolta e Spaqit, e cila përfundon me vrasjen e shumë të burgosurve. Kur fillon ndërgjegjësimi, në 2009-ën, burgu i Spaqit hyn në kategorinë e monumenteve kulturës, monumenti i kulturës kategorisë së dytë, do thot një monument i cili ruhet ashtu siç është, ku mund të bëhen edhe ndryshime të brendshme. Pastaj kemi një seri tentativash në 2012-ën, 2016-ën, pra nis një proces i dokumentimit dhe si më thënë, edhe një projekti për përjetësimin e burgut të Spaqit, i cili përfundoi diku në 2010-ën, përfundoi në 2020-ën, pra. Përfundoi duke vendosur disa elemente përforcimi të strukturave të dëmtuara, të cilat do të sillnin shkatrimin total të këtij burgu. Dhe së fundi Ministria e Kulturës pra nga 22-shi, ka një gabim të vogël aty të shpallja e monumentit. Pra, Ministria e Kulturës ringre dhe njëherë problemin e burgut të Spaqit dhe kampit të Tepelenës për të kthyer në muze të memorisë historike. Është arritur të bëhet edhe një plan menaxhimi për burgun e Spaqit. Shikojmë pse është gjithë kjo narracion kohor, për të treguar se sa të ndërgjegjshëm jemi ne ndaj këtij fenomeni. Këto janë pamjet e gjendjes ekzistuese të burgut të Spaqit. Shikojmë që gjithë struktura pra është e mbajtur me elemente përforcimi për shkak të degradimit të tejskaqshëm. Pra lënia me qëllim që të shkatërrohet dhe përfundimisht edhe memorie të tilla nuk do të kemi mundësi t'i kujtojmë. Këto janë rilevimet që ne kemi bërë pra në vend. Kemi komandën për të vazhduar me ndërtesën multifunksionale ose ndërtesa e cila kishte si më thënë infermierin, kishte një bibliotek për ku zhvillonin këto orët e edukimit politik, o lexonte gazeta, informacione për që këta të burgosur politik dhe duhet të mësonin të edukoheshin mbi partinë. Dhe interesante ishte kjo dhoma këtu e Voçul. Dhoma e vogël ishte vetmja dhomë që kishte banjë në kamp. Dhe këtu shkote o spioni më i madh, o përkthyesi më i madh, për një nga këto do të ishte pjesë. Vazhdojmë me këtu është fjetorja dhe shikojmë që fjetorja ka një karakteristikë interesante. Po të shikojmë, pra ka dritare të mëdha të hapura, që është strange për të qenë dritare të një burgu. Dhe nëse do të hyje pra një nga këto dhomat këtu, pra ti shikoje që po mos mendoje pra që ky është burg, nuk të jepte pra asnjë lloj përshtypje dhe ti mund të rrije i qetë fare. Ndërkohë që në një hapësirë të tillë, unë fus, pra pak a shumë thuhet që kanë fjetur 56 të burgosur në një nga këto dhomat e mëdha. Atëherë nuk arrita ta gjej fotografinë në fakt, po unë fus 56 studentë që rinin në këmbë dhe i fotografoj. E mbushnin plot dhomën. Mendonin në këmbë, 56 student e mbushnin plot, se aty tregohet për masa. Si menaxhohej për gjithë kjo histori, menaxhohej që njerëzit shkonin në punë dhe si më thënë nga një herë kur ishte plot burgu,
ata që punonin, si më thënë, gjatë ditës, flinin natën, dhe ata që punonin natën, kështu që të mësonin njëri tjetrin. Kjo ishte menca e famshme, e cila e gjitha tashmë është me elemente mbajtëse se është duke rënë. Kemi edhe një element, edhe një seri patologjisë të identifikuara, dhe këtu kemi dhe propozime për ndërhyrjet për zgjidhjen e problemeve të degradimit. Nuk po shkoj gjatë, se kjo punë shkon gjatë shumë. Këtu kemi një skemë funksionale, domethënë të organizimit të burgut të Spaçit dhe një skemë funksionale se si mund të rehabilitohet dhe mund të ripërdoret burgu i Spaçit me qëllime muzealizimi. Vazhdojmë me projektin, për një koncepti tepër të një projekti të muzealizimit, ku propozohen rehabilitimi i restaurimi i godinave të burgut dhe njëkohësisht dhe përdorimi i tyre për qëllime muzealizimi. Këtu kemi një improvizim paka shumë të interierit për të një prej osadhoma ku flinet burgosurit, dhe ne gjetëm pra në faqet e murit, gjenim edhe parrullat të komandës ushtarake për që drejton të kampin, si më thënë rroft partia e tjerë, por gjenim edhe shkrime të burgosurve, nga këta që flinin në këto pjesët e sipërme, dhe nuk gjetëm dot ato poezit për infermierin që kalote përballë. Këtu është dhoma e takimeve, është pak e habitshme në gjithë botën dhomat e takimeve me familjen janë intime, ndërkohë që këtu ka qenë e hapur. Dhe ai që na shoqëronte, këtu janë vizualizime të muzeut. Ai që na shoqëronte tregonte dhe elemente të tjera negative, domethënë se si torturoheshin familjet që shkonin për të vizituar të burgosurit në këtë burg. Këtu koncepti shkon në lidhjen e taracave, pse fakti është që këtu ka ndodhur ajo revolta e Spaçit dhe taracat kanë qenë element dominant. Tjetër rast studimi është kampi i punës së detyruar në Tepelen. E gjithë kjo trashëgimi nuk vjen nga e imazheve ose çfarë ka ndodhur në atë kamp, nuk vjen nga ndonjë fotografi, pra ne kemi arkiv qendror, shtetëror pra, dhe kemi gjitha institucionet në cilat kanë ruajtur infinit çdo gjë që ka ndodhur në shtetin shqiptar. Nuk di e gjendet, por deri tani ne nuk kemi gjetur asnjë fotografi se çfarë ka ndodhur në këtë burg, në këtë kamp përqendrimi për 4 vjet. Fati është që një prej tyre, Pashk Përvizi, i cili kishte mbaruar artët, qëllon që merret me gjithë familje dhe çohet në këtë kamp. Këtu kemi historinë e kampit, 4 vite mbijetoi, ku familjet e tëra nga veriu i Shqipërisë merreshin me fëmijë, me gra, çoheshin në këtë kamp. Në kushtet mizerjes, mungesës ushqimit, dhe statistika kemi 3.000 deri në 5.000 familje, nuk ka statistika të sakta, dikush thot 5.000, dikush thot 3.000. 500 njerëz të vdekur dhe është fakt që këtu kanë vdekur 300 fëmijë në moshën 5 vjeç. Nuk janë ndjekur në krematorium, po fakti është që kanë vdekur tregon që shikojmë këtu kushtet e jetesës. Ky ishte kapanoni. Kapanonet ishin ndërtuar nga ushtria italiane, janë përdorur dikur në luftën italo-greke për ushtrinë italiane. Ky është kapanoni origjinal i vizatuar nga Pashk Përvizi dhe shikojmë edhe mënyrën se si jetonin familjet. Ishin një tavolinë vogël që hanin këtu sipër dhe çdo nugull ishte pjesë e një familje. Numrova thot deri në 6 njerëz që vdisnin në ditë, veçanërisht fëmijë të moshuar. Por ata vdisnin në dimër, ne nuk i raportonim për 3 deri në 4 ditë që të hanim ushqimin. Është makabër. Kushtet e kampit, kampi mbyllet dhe ne kemi gjetur këtë situatë kampit, kuptohet në të shtata hoqën dyrë dritare, si çdo gjë në Shqipëri. Dhe këtu propozojmë dhe ndërhyrjet për të zgjidhur problemet e degradimit. Kjo është pamja ose një propozim për mënyrën e muzealizimit për të kampit të Tepelenës. Këtu në qendër ne gjetëm,
kur shkuam me studentët, na shoqëruan dy personalitetet mjaft të shquar. Është Ema Andrea, rektoreja e nderuar, dhe Gjon Radovane, i zëvendësministër, i cili me besimin e tij pra në fe dhe në ka ndërmarrë një aksion, një nisëm dhe ka realizuar këtë projektin e mbjelljes së 300 qyparizëve në kujtim të 300 viktimave, 300 fëmijëve. Puna jonë ishte për të parë se çfarë do ndodhi rrotull ose si do trajtohen objektet, ku kryesisht ne mendojmë që dy objektet kryesore duhet të ruhen për të vazhduar me muzealizimin e objekte të tjera të cilët nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe historike. Këto janë imazhe për të muzealizimit, elementet të muzealizimit, po i kaloj shpejt pse se them që gati ka marru minutat. Këtu kemi disa interiere dhe teknologjitë e fundit për AI, si do të ndikonte në muzealizimin më të mirë. Cili janë përfundimet? Përfundimet janë që këto institucione duhet i ruajnë. Këto janë disa imazhe të punës bërë me studentët. Pra, konkluzionet janë që objektet të tilla të trashëgimisë së periudhës komunizmit, duke filluar nga ato të lavdisë së komunizmit dhe deri te këto të vujtjes, pra ne duhet i ruajmë. Ku rreziku më i madh për mua është harresa. Faleminderit. Profesor Nepravisha, faleminderit, po fjala juaj ishte shumë e dhimbshme, vërtet na emocionoi, sepse solli në pam, na rikujtoi edhe një herë anën më makabër të diktaturës. Rreziku i harresës tonë, ju po harresa ne dim që përveç se rreziku është mallkim për një komb, është kalon më tej se rreziku. Nëse ka diskutime nga të pranishmit? Po, një pyetje. Për restaurimin e tyre, domethënë, për mos të bërë në institutet e mparshme, a gjenden projekte të këtyre që domethënë që lehtësohet edhe puna, a gjenden dokumentacioni projekte të këtyre, sepse ato janë bërë projektime në institutet të mparshme të projektimit. Shiko, interesante është fakti që të marrim me radhë për, si më thonë, burgu i Spaçet. Burgu i Spaçet ka i datë të krijimit ka 1933. Domethënë që kjo është pak e fillimin për vetë. Ndërkohë që ndërtimet, një nga objektet kryesore ose objekti i komandës është vënë Max Velo, i cili vuante në atë burg që të bënte projektin e komandës. Do të thotë që dokumenta ka. Si më thonë, ne si punë kemi bërë këtë që ne gjetëm disa rilevime ose disa plane të bëra, dhe pastaj detyrimi didaktik e bën që ne duhet shkojmë në vend dhe ti vlerësojmë realisht. Pra, ka plane, tashmë ka dhe një plan menaxhimi për burgun e Spaçet, gjithmonë i bërë nga të huaj, nuk e di gjithmonë. Kjo ndodh, ne flasim brenda institucioneve tona, brenda Politeknikut, ne bëjmë punë infinit, por mundohemi nga një herë jo ta shesim, por ta prezantojmë dhe themi që si më thënë, jemi dhe ne, bëjmë, pra, ne mund t'i shërbejmë, dhe ajo se çfarë bëj unë normalisht, pra, çdo vit ne bëjmë nga një projekt i cili është një realitet. Pra. Filluam me fshatrat historike, rivitalizimin e tyre, dhe doli projekti 100 fshatra. Jemi marrë me arkeologjinë industriale, jemi marrë me një sër probleme që vitin e kaluar u morëm me Ministrinë e Mbrojtjes. Si mund të rigjenerojmë, si më thënë këto sitet e humbura, po përfundimisht ishte fakti që mbasi bëm edhe postrat për një ekspozit famshme, Ministria nuk gjeti kohë që të na dëgjonte se çfarë bëm. Ndoshta qelloj që ministri që është miku jon lëvizi. Ndoshta do t'i themi edhe ca gjëra, s'kemi çfarë.
Dhe pse i dim. Do t'ju them. Okej, faleminderit. Në një pyetje tjetër? Atëherë, meqense dhe koha ka kaluar, nuk e din nëse ka diskutime për këtë sesion. Po, urdhëroni. Tani harresa është e qëllimshme, dhe nuk është pa qëllim. Edhe do t'ju siguroj që mund t'ju jap ca dokumenta 2011-12 ka një përpjekje për burgun e Spaçit, edhe për fatin që në atë kohë nën drejtori i burgjeve, drejtorisë burgjeve, ishte një vuajtës, i cili kishte ruajtur gjithçka nga Spaçi. Bataniet, krevat, tenxhere, gjithë gjërat me cilat mund të pajiset muzeun. Aty kishte edhe një preventiv, kishte rreth 12 milion euro, sepse duhet bërë rruga nga autostrada për shkuarën së Spaçit. Do t'ju kaloj. Nuk mjafton të kritikojmë e tankojmë, unë besoj që nxitem dhe nga ky projekt, që është projekt që mund të fillohet puna që nesër. Ky projekt do ta fitoj një studio e huaj, qofse do ta hedhë edhe do kushtoj një 1,5 milion vetëm projektin, për të ju siguroj. Është dhe studion, mund t'ju a them se cila është tani, edhe pikërisht. Edhe ky është një problem cilin po e diskutojmë, sepse qeveria i ka lënë, edhe ne s'kemi drejt, edhe ne si akademi, në gjendje të tanishme nuk kemi drejt, për shkak ne kemi gjithë mundësitë të bëjmë mbyllisin me lidar që mas një jave. Edhe mi kosto minimale, edhe s'ka nevojë që qeveria ta hedhë është hedhur për studiot tuaja, me siguri. Pra, të mos merrem me këtë aspekt, po ne do bëjmë punën tonë. Ajo që them që mungon është kontakti, është diskutimi, hapja një dialogu me qeverinë. Mos rrim duke gjuajtur ata s'na gjuajnë fare, ata vetëm në mjafton që të na neglizhojnë, është e mjaftueshme. Por unë mendoj që në fund të kësaj konference t'i çohet nga ana akademisë dhe e universitetit marrin pjesë një material qeverisë, ku të themi, nga kjo ta bëjmë traditë që sa herë bëhen konferenca të tilla me produkt, siç është dhe ky, t'i çohet qeverisë, direkt kryeministrit, konkluzionet që do nxjerrim nga kjo konferencë dhe bashkëngjitur dhe projekte përkatës. Dhe jam që kjo të bëhet, e kemi edhe gëzimin këtu, që përfaqëson administratën edhe drejtimin, kryesinë e Akademisë së Shkencave, që ta bëjmë praktik edhe të jetë rasti është konkret dhe është i fundit. Unë sa herë që kaloj ande dhe shikoj Spaçin, them është fundi dhe do rënohet në ditë me gjithë ato mbajtset dhe ato të kalben edhe të humbim dhe këtë dëshmit pa përsëritshme. Mirë, faleminderit. Faleminderit. Meqense dhe kohën e kemi tejkaluar, duhet ishim në sesionin e dytë tashmë. Ju ftoj për një pushim kafeje dhe mirupafshim.